Prej disa dite shura e fshatit Glin në bashkinë Dropull është dëmtuar rënd si pasojë e rreshjeve intensive dhe të ifryrjes së lumit Drino. Rritja e ndjeshme e nivelit të ujit ka shkaktuar dëmtime serioze në kolonat mbajtëse të urës, duke e bërë atë të paqëndrueshme dhe të pakalueshme. Si rezultat, 5 fshatra të njësisë administrative të Dropullit të sipërm janë tashmë të shkëputur nga pjesa e poshtme e zonës, duke krijuar vështirësi shqetësuese për qarkullimin e banorëve. Nënkryetari i Bashkisë Dropull Panajot Dhefto deklaron se dëmtimet konsiderohen të rënda dhe me pasoja të mëdha për të gjithë fshatrat e zonës. Ai thekson se Komisioni i Emergjencave Civile në bashkinë në Dropull Pogon ka marrë masa urgjente për të rehabilituar rrugën dytësore që lidh fshatin Glin me rrugën e fshatit Sektorën e Pravisht, një aks me gjatësi 3.5 km për të mundësuar rikthimin e qarkullimit për banorët e zonës. Rreshtet e dendurave të datave 19, 20 dhe 21 nëntor në lumin në Drino të zonës së Dropullit ka bërë që në shtratën e tij të rritet frikshme niveli i ujit, duke sjell dëmtimin e 2 pilave të urës. Do thoshim që është një dëmtim serioz dhe do sjell dhe probleme të mëdha në gjithë fshatrat e kësaj zone. Komisioni i Emergjencës Civile të Bashkisë të Dropullit dhe Pagonit, duke vlerësuar në vend situatën, ka marrë masa që të rehabilitojnë rrugën ditësore nga fshati Glin deri në fshatin Sektorën e Pravisht, një rrugë me gjatësi 3.5 km dhe me gjatësi 6 metro, për të bërë të mundur rivendosjen e qarkullimit të mjeteve, të gjitha llojet të mjeteve që kanë lidhje me të gjitha bizneset e kësaj zone, po kështu edhe komunikimin me gjithë fshatrat e kësaj zone. Duhet theksuar që në këto 5 fshatrat e kësaj zone, popullsia rezidente është 600 deri në 700 banorë që kanë nevoja emergjente të përdyshme. Dëmtimet e urës janë të pariparueshme, kërkohet një urë e re, mundësitë financiare, investimet për këtë urë duhet të jenë në nivel të konsiderueshëm. Bashkia e Dropullit në pamundësi për të partur të gjitha këto mjete financiare, kërkon dhe ndihmën e shtetit për të bërë një urë të re dhe për të vendosur një komunikim dhe qarkullim normal. Punimet në rrugën alternative ka nisur prej 3 ditësh dhe deri më tani ka përfunduar ndërtimi i rreth 200 metrave. Puna vijon çdo ditë me qëllim përfundimin sa më shpejt të aksit që do të shërbejë si zgjidhje e përkohshme. Aktualisht punimet kanë filluar në rrugën ditësore, kemi 3 ditë që kanë filluar punimet në rrugën ditësore dhe është bërë në një distancë, deri tani kemi arritur në një distancë deri në 200 metro. Punohet çdo ditë me orar të zgjatur që sa më shpejt të bëhet kjo rrugë ditësore për të vendosur qarkullimin e zakonshëm. Kjo është zgjidhje e përkohshme për arsye se niveli toka është tokë bujqësore, që nuk është e qëndrueshme dhe do krijojë probleme të vazhdueshme në qarkullimin e mjeteve të rënda. Megjithatë, rruga dytësore që po shfrytëzohet aktualisht kalon përmes tokave bujqësore dhe nuk është një zgjidhje afatgjate, pasi tereni nuk garanton stabilitet. Autoritetet vendore theksojnë se dëmtimet e urës së Glinës janë të pariparueshme, duke kërkuar ndërtimin e një ure të re, çka kërkon investim të konsiderueshëm. Bashkia e Dropullit apelon për mbështetje nga qeveria qendrore për të garantuar një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë për të gjithë banorët e zonës.